Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ardhur pranë jush me më të preferuarin tuaj. Unë e di që për ditë me radh, për javë të tëra, gjesti po ju mungon pafund. Ju dëshironi atë ta shikoni të fuqishëm, ju dëshironi atë ta shikoni të ngjitet në skenë, ju dëshironi të merrni përsëri energjinë që në fakt gjesti transmetonte. Ju dëshironi të merrni atë pozitivitetin e tij, por jeta është kjo. Jeta na godet kur ne nuk e presim. Jeta na godet kur ne mendojmë se i kemi të gjitha gjërat në rregull. Jeta na godet kur ne mendojmë se e arritëm lumturinë tonë. Ndoshta në përditshmërinë tonë nuk mendojmë se një ditë nuk do të jemi. Ndoshta në përditshmërinë tonë bëjmë plane për të nesërmen, bëjmë plane për të ardhmen, por është krijuesi ai i cili edhe na i ndryshon të gjitha rrugtimet tona dhe të gjitha planet. Domethënë, ne e dim çfarë kemi kaluar, e jetojmë të ardhmen, të tashmen, por punojmë për të ardhmen, por realisht jeta është ajo e cila ndodhet në sekond. Dhe pikërisht kjo gjë ndodhi edhe në jetën e gjestit. Nga historia mësuam dashurinë e dy vëllezërve, dy vëllezërit që po të futemi në thelbin e familjeve shqiptare, në përditshmërinë që ne jetojmë dëgjojmë shumë histori. Dy vëllezër nuk takohen shpesh, dy vëllezër nuk flasin me njëri tjetrin. Dy vëllezër qoftë edhe xhelozojnë njëri tjetrin. Duke mos menduar se jeta në të cilën ne jemi është sekond. Do me thënë, tani flet me vllaun tënd dhe pas një sekondi mund të ndëgjosh lajmin më të hidhur të jetës. Do me thënë, ne jetojmë sekondin, nuk jetojmë as minutin, nuk jetojmë as orën, nuk jetojmë as gjë. Dhe ajo që u transmetua nga ana e gjestit, nga ana e familjes së gjestit, është dashuria që ato tregonin për njëri tjetrin. Dashuria që ato tregonin pa kushte. Vështirësitë që ato së bashku kishin vepruar dhe punuar vetëm e vetëm për të arritur atë ditë. Ditën e lumtur që fatkeqësisht nuk zgjati shumë për to. Pyetja më e madhe që më bëhet mua nëpër rrjetet sociale është kjo: a do të kthehet ndonjëherë gjesti në muzikë? Muzika është shpirtërore, muzika është e lindur, muzika nuk është e krijuar. Muzika është e lindur. Dhe normalisht që një ditë gjesti do të merr fuqinë dhe do të rikthehet. Normalisht që gjesti do të jetë pranë atyre që e duan dhe atyre që e mbështesin. Por ajo që është më e çuditshmja në këtë mes është fakti që gjesti nuk është se ka komentuar ndonjë gjë dhe në fakt nuk ka pse të komenton. Por fansat janë duke bërë luftën më të madhe që gjestin ta rimbajnë në skenë. Çfarë duhet ne të bëjmë dhe si ne mundemi t'i ndihmojmë gjestit në këtë ditë? Ju e dini që në Top Channel është një top list me të gjithë këngëtarët dhe me të gjithë artistët. Do me thënë një top list që duhet votuar, një top list që duhet ndjekur. Ju lutem shumë votoni këngët të gjitha të gjestit, që gjestin ta heqim nga radhitja e 10, ta çojmë në radhitjen e parë. Do me thënë sa më shumë vota që do të bëni për gjestin, aq më shumë i ndihmoni gjestit. Votoni, votoni dhe vetëm votoni, sepse gjesti ka gjithmonë nevojë për mbështetjen tonë. Kam shumë njerëz që më akuzojnë Tiranë pse ti flet për gjestin, ti po përfiton. Jo, nuk përfitoj. Unë thjesht dua të jem korrekt drejt asaj që kam mbështetur gjithmonë dhe të vazhdoj ta mbështes dhe tani. Unë dua që votat të mos ndalen për gjestin, sepse nëse ne nuk e sjellim pranë jush se çfarë po ndodh me ato, ju s'keni se si i kuptoni. Andaj ne gazetarët për këtë punë jemi, që të mundohemi që lajmin sa më shpejt ta sillim pranë jush, që lajmin sa më shpejt ta sillim tek ju dhe të flasim për këtë gjë. Ndërsa akuza që na vijnë nga mbrapa, ato janë gjëra boshe, sepse njerëzit analizojnë në mendjen e tyre dhe analiza e tyre është kjo. Do nuk ulen ta kuptojnë në mënyrë të detajuar që për një personazh publik duhet folur dhe duhet treguar dhe arti i tij, duhet treguar dhe privatësia e tij, duhet treguar dhe jeta e tij, se është personazh publik, nuk është personazh privat, është publik.
dhe sa të duash ti të jesh privat në jetën publike, nuk mundesh, se kot nuk quhet jetë publike. Dhe për këtë gjë, le ta mbështesim të gjithë Gjestin duke e votuar. Le ta mbështesim të gjithë Gjestin duke i qëndruar pranë që edhe Gjesti të ndjehet krenar dhe të merr shpirt në këtë ditë të dhimbshme për atë familje, por unë jam i bindur që kjo familje do të lufton të bëj krenar Eldioni dhe Gjesti do të rikthehet përsëri në skenë duke sjellur këngë të bukura, duke sjellur hite të bukura dhe duke mos e zhgënjyer në asnjë mënyrë publikun i cili e deshti aq fort dhe do edhe më shumë. Por, këngët e Gjestit duhet votuar, ne nuk duhet harojmë, dhe më thënë asnjë mënyrë, personazhin që ne e duam. Ne nuk duhet harojmë njeriun që ne vërtet e kemi në zemër. Dhe më thënë Gjesti duhet patjetër të votohet, votoni në faqen e Top Channelit, linqet se ku të votoni i keni në për grupet të cilat janë hapur në emër të Gjesti, që është Gjesti Community, Gjesti fans, dhe më thënë janë ca grupe të ndryshme që ju mund ta merrni linkun, ta hapni në celularin tuaj dhe ta votoni. Në momentin që e votoni ju keni arritur suksesin tuaj dhe keni arritur mbështetjen ndaj Gjestit. Do të thënë Gjesti ka arritur në vendin e 10 sepse votat janë ndalur, por ne duhet të bëjmë maksimumin ton duke i qëndruar Gjestit pranë me votat, ajo nuk kushton asnjë gjë, thjesht e hapni linkun në celularin tuaj dhe bëni një vot drejtuar Gjestit dhe këngët e Gjestit me patjetër që zën në vendin e parë, do të thënë Gjesti qëndron gjithmonë në piedestalin e tij. Unë uroj që Gjestit këtë marrë pak veten, uroj që edhe ju të mos ndaloni kur së mbështeturi Gjestin, sepse ai ka më së shumti nevojë për dashurinë tonë se kur, dhe shpresoj që këngët e Gjestit të qëndrojnë gjithmonë në top forma, të jenë gjithmonë në top tema, sepse pse duhet të jenë, sepse mund të ketë nga ato që Titi Roni selekton artistët, jo. Duhet të jenë sepse mendoj që është këngëtar që e këndon veçanërisht Gjesti këtë zhanër. Nuk ka një artist tjetër si Gjesti që mund ta këndoj këtë zhanër, nuk ka një personazh tjetër si Gjesti që mund t'i bëjë atë thyrje vokalistike, atë gërvishtje të zërit, atë formë të këndimit, domethënë këndimi i Gjestit nuk është vetëm me zë, këndimi i Gjestit është me trup, është me energji, është me shpirt dhe mendoj që kjo është forma më e bukur që Gjesti apo këngët e tija të qëndrojnë gjithmonë në vend të parë dhe Gjesti të zej gjithmonë vendin e parë. Unë uroj me zemër që Gjesti të arrijë kulminacionin me këngë, edhe pse nuk e dyshoj, por ju mos harroni. Domethënë linkun e keni të Top Channelit në faqet zyrtare që janë në emër të Gjestit.